Washingtoni është i dëshpëruar nga vendimi i presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov, i cili një ditë më parë refuzoi t'i dorëzoj mandatin për formimin e qeverisë së re kreu të LSDM Zoran Zaev, ndonse ai kishte siguruar mbështetjen e shumicës së deputetëve. Në të njëjtën kohë, diplomati amerikan ka ftuar fqinjet e Maqedonisë të jenë konstruktiv në këto momente të ndjeshme politike në të cilat po kalon vendi. Besojmë se kjo nuk është në përputhje me parimet bazë të demokracisë dhe me sundimin e së drejtës, që janë vlera themelore të organizatës euroatlantike. Si partner strategjik të Maqedonisë, si miq të këtij vendi dhe me mbështetje të plotë të sovranitetit të shtetit, ftojmë presidentin Ivanov të rishqyrtojë vendimin e tij. Thirrje për rishqyrtimin e vendimit të tij Ivanovit i kanë bërë edhe socialistët evropian, të cilët kanë dënuar ashtë për vendimin e presidentit Maqedonas për të mos i dhënë mandatin kreut të LSDM Zoran Zaev. Në reagimin e tyre thuhet se tashmë është e qartë se presidenti Ivanov bashkë me VMRO-n po bëjnë gjithçka, madje duke shkelur edhe kushtetutën, vetëm për të penguar ardhjen e opozitës në qeveri. I shqetësuar për zhvillimet e fundit në Shkup është shprehur edhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanieri. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, ai ka thënë se rezultatet e zgjedhjeve të dhjetorit kanë bazë solide për formimin e qeverisë së re. Ai ka bërë thirrje për respektimin e sundimit të ligjit dhe ka njoftuar se javën e ardhshme do ta vizitojë Shkupin. Ndërkohë, një ditë më parë, menjëherë pas vendimit të Ivanovit, reagoi edhe komisionari evropian për zgjerimin Johannes Hahn, i cili ka ftuar liderët politik dhe presidentin të respektojnë rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe shumicën parlamentare për t'i hapur rrugë vijimit të proceseve demokratike në interes të qytetarëve.